Nga sot nxënësit e fshatit Siniçan në komunën e Bogovinës nuk do të udhtojnë më për të ndjekur mësimet e tyre deri në fshatin Kamian. Ky është objekti i shkollës së re Sabedim Bajrami me një sipërfaqe prej mbi 1000 m2. Sot e kemi ditën madhështore për na bashkëqytetarët e Siniçanit dhe e shigjir Zotit e mbritëm këtë ditë që të bëjmë hapjen solemne të shkollës fillore, një pritje e kahmoqshme për ne fshatarët e këtij vendi, për ne banuesit e këtij fshati. Është një përpjekje gjatë dhe disa vjeçare, mos i them gjysmë shekullor. Numri i nxënësve të cilët kanë udhëtuar nga Siniçani për në Kamian për t'i ndjekur mësimet ka qenë rreth 200 dhe ka përbërt 9 paralele dhe tani këto paralele janë pjesë e shkollës së re. 1 shtatori i vitit 2015 do të jetë histori për këtë fshat, se dhe në këto nxënës dhe në këtë fshat ra zilja e parë e shkollës. Rëndësia është se nxënësit nuk do të udhtojnë, por arsimtarët tani do të udhtojnë, i cili është të gjithë të kualifikuar dhe do të hapet një vatër e re diturisë për këtë fshat, që do të zgjojë edhe interesin edhe më të madh për mësimin. Me rastin e përurimit të shkollës së re, Ministri i Arsimit Abdilaqim Ademi tha se investimi në arsim është investim në ardhmëri. 170 nxënësit e kësaj shkolle meritojnë si të gjithë nxënësit e tjerë në Republikën e Maqedonisë të disponojnë kushte bashkohore për ndjekjen e mësimit. Kjo nënkupton objekt të ri shkollor, klasë të pajisur, mjete mësimore. Prej sot, të gjitha këto janë në dispozicionin edhe për ju të nderuar nxënës. Edhe kryetari i komunës së Bogovinës, Hazbi Idrizi, thot se ndërtimi i kësaj shkolle me 10 klasa dhe disa kabinete e me një bibliotekë moderne, përfundimisht ka hequr një herë për gjithmonë një problem për banorët e kësaj ane. Për këto rezultate, ne ju falenderojmë të gjithë donatorëve, si atyre brenda, po ashtu edhe atyre jashtë vendit, dhe një falendërim të veçantë prindërve të cilët kontribuan financiarisht në ndërtimin e rrethojës dhe oborit të shkollës. Komuna e Bogovinës së bashku me donatorët e ndryshëm dhe Ministrinë e Arsimit në lëmin e arsimit kanë investuar mbi 1.600.000 euro. I pranishëm në këtë aktivitet, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se investimi më i mirë që mund të bëhet është ai në arsim. Vendin e duam dhe ta duam, jo vetëm se me fjalë e fraza të bukura, por vendi duhet kur ngrit vepra kapitale, dhe sidomos vepra të arsimit, kulturës, sepse një popull që ka arsim, që ka shkollim, ai popull nuk shuhet, ai popull nuk vobeksohet, ai popull begatohet e përparon. Prerjes së shiritit të kuq natyrisht se janë gëzuar më së shumti ata për të cilët edhe u ngrit shkolla. Unë jam klas 8 dhe jam shumë e gëzuar nga kjo shkollë që tani e kemi në fshatin tonë dhe nuk duhet të udhëtojmë deri në fshatin Kamian. Jam klas 8 dhe jam shumë e gëzuar për shkollën tonë që ne kanë bërë.